Protagonistët e Big Brother VIP Albania 4, Gjesti dhe Egli, janë prononcuar pas daljes së tyre nga Big Brother VIP Albania. Fituesi i Big Brother VIP Albania 4, Gjesti, në postimin e tij të fundit ka thënë: "Po dal prej një eksperience që s'kam me harru kurr, se kom ditë që jashtë aty në mureve ka më mprit kaq shumë dashni. Jom të undishëm i bekum. Faleminderit për krejt mesazhet, dashnin dhe përkrahjen që ma keni dhanë. Prej paunësisë me ja u kthy secilit, po du me ju thonë që jam shumë mirënjohës edhe ju du pa fund. Gati për kapitullin e ri, Gjesti." Ndërsa në reagimin e saj pas daljes nga Big Brother VIP Albania 4, Egli shkruan: "Çdo fund është një fillim i ri. Me përfundimin e kësaj eksperience kam kuptuar se i kam shtuar librit të jetës sime një kapitull të cilin s'doja harroj kurr. Faleminderit nga zemra publiku im për gjithë dashurinë dhe mbështetjen e pakushtzuar që ma keni dhënë. E vazhdoni ma jepni çdo sekond. Jeni bekim e ju dua shumë secilin prej jush. Mezi pres të jem afër jush për gjithë dashnin që ma keni dhuruar. Ëndra vazhdon. E juaja, Egli."